Leonida, ti ndodhesh pranë vendit të ngjarjes, ne kemi parë dhe do të transmetojmë pa dyshim në këto momente ato pamje aq të rënda, çka tregojnë se sa i fuqishëm ka qenë ose e fuqishme ka qenë përplasja e makinës. Një 18 vjeçari ka ndruar jetë. Së pari nisim me të plagosur, si është gjendja e tyre shëndetësore dhe do më shpjegosh me detaje të gjithë dinamikën e këtij aksidenti. Përshëndetje Fabiola, në fakt është një aksident me dinamikë shumë të fortë, ku dy persona, një 26 vjeçar dhe një 18 vjeçare, të cilën ndodheshin në një automjet BMW X5 që vinin nga Tirana në drejtim të qytetit të Durrësit, në vendin ku ndodhen aktualisht në vijurën e Dajlanit, kanë qenë një aksident të fortë, të frikshëm, ku përpasoj 18 vjeçarja Vikena Greku ka humbur jetën ndërsa ndodhet në gjendje kritike për jetën drejtuesi i automjetit shtetësi Arbri Xhaxhai. Ndërkohë që ata vinin nga Tirana në drejtim të Durrësit me një shpejtësi vërtet shumë të lartë, sipas grupit e timit me 130 km/h, kanë qenë pikërisht në vendin ku ndodhem aktualisht, janë futur në rrugën, nuk kanë marrë rrugën e plazhit, por në rrugën e portit, dhe pikërisht në vendin ku shihet dhe nga pamjet që përcjellim aktualisht, kanë fluturuar nga ura duke përfunduar rreth 15 metra në ajër dhe kanë përfunduar mbi stacionin e autobusit i cili ndodhet pikërisht në urën e Dajlanit. Atje ndodheshin dy persona të tjerë, konkretisht shtetasit Alfred Murtaraj dhe Taulant Teta, të cilët kanë mësuar dëmtime të lehta, fatmirësisht jo të rënda, janë mjekuar në spitalin e Durrësit dhe janë larguar në banesat e tyre. Ndërsa për sa i përket Arbri Xhaxhait, i cili është drejtuesi i automjetit, ai ndodhet në kujdesin e buzave të bardha, atje ku siç na bëhet me dije nga ana e grupit të mjekëve, nga ana e mjekëve të cilët po merren me rastin konkret, është një gjendje të rëndë shëndetësore. Testi alkoolit i ka dalë pozitiv 26 vjeçarit, pra ka qenë në gjendje të dehur në një mënyrë dhe me shpejtësi të lartë, dhe në kthesën pikërisht ku unë ndodhem aktualisht, ka humbur kontrollin e automjetit dhe ka përfunduar disa metra duke fluturuar dhe përfunduar mbi stacionin e Çfarë shpejtësie dyshohet se ka qenë, Leonida? Sipas grupit hetimit, i cili ka mbatur dhe ka marrë provat në vendin e ngjarjes dhe është marrë me gjithçka, ka qenë me 120 deri në 130 km/h. Kjo është një rrugë që del nga autostrada Durrës-Tiranë dhe futet në Durrës. Është rruga e cila të nxjerr në port, por edhe të nxjerr edhe në krahun tjetër që të futesh për tek rruga e plazhit. Do të tregoj se ku ndodhet pikërisht vendi ku ndahen të dyja rrugët. Që është një rrugë, Leonida, që pavarësisht se ka disa degëzime, le të themi, dhe është mbi kalim, megjithatë është mjaftueshëm e qartë për të kuptuar, sepse ka sinjalistik, dua të them, apo jo? Patjetër, siç shikohet tani që unë po e demonstroj, Fabiola, një rrugë të çon për në rrugën e plazhit, ndërsa rruga këtu, rruga që të nxjerr për tek porti. 12-13 metra nga këtu është një kthes shumë e lehtë që të çon në port, dhe aty ka humbur kontrollin automjetit 26 vjeçari duke përfunduar le të themi në fund të urës, në krahun tjetër rreth 12 metra, 13 metra lartësi, poshtë urës, pikërisht poshtë urës. Atje ku ndodheshin dy persona të tjerë, dy kalimtar të rastit, të cilët janë dëmtuar. Ndërkohë, ky mbikalim, Leonida, ka edhe sinjalistikën e nevojshme, ka edhe ndriçimin. Është kështu? Po i ka të gjithat, është rrugë me të gjitha parametrat e nevojshme, madje por nuk është një mbikalim që mund të kalosh ose mund të udhëtosh me 120 në orë. 120 nuk ta lejon asnjë lloj rrugë në vendin tonë, sepse janë rrugë të cilat nuk janë autostradat mirëfilta, por janë superstradat të cilat kanë një shpejtësi më të limituar se sa një autostradë. 130 km/h është një shpejtësi marrëmendse për cilën do rrugë në Shqipëri. Nga ishin të rinjt, Leonida? Sipas informacioneve që unë kam, janë të dy me banim në qytetin e Fierit. Që do thotë nga Tirana po shkonin të paktën drejt jugut. Nga Tirana po drejt jugut. Ky aksident ka qenë fatal, janë dhe pamjet, çfarë është dashur ndërhyrja, të bëj një pyetje, në çfarë ore ka ndodhur eksaktësisht?
Rreth orës 11:20 minuta të mbrëmjes së dieshme. E kuptoj. Ndërkaq, ka qenë aq e fortë përplasja dhe makina ka pësuar dëme aq të mëdha sa është dashur disa kohë edhe punonjësve të shërbimit zjarfikës për të nxjerrë edhe trupin e pajet, por edhe të plagosurit 26 vjeçarit apo jo? Po, pa tjetër, ne kemi përcjellë edhe këto pamje të cilat na kanë ardhur pikërisht nga reparti zjarfikës dhe policia në momentet e para të ndërhyrjes, është një moment vërtet i vështirë, jo vetëm për punonjësit e zjarfikës apo edhe efektivat e policisë, pasi kanë punuar me orë të tëra për të nxjerrë trupat nga automjeti i cili pothuajse ishte deformuar totalisht. Është një distancë rreth 12-13 metra Fabiola, shtohet dhe shpejtësinë në lartme të cilën ka qenë automjeti dhe dihet edhe deformimi që ka marrë automjeti. Pra ka qenë e pamundur në një farë mënyre, është ndashur ndërhyrje disa minuta për të nxjerrë trupat nga automjeti tip BMW X5 me të cilin udhëtonin shteta si Arber Xhaxhaj dhe Vikena Greku nga Tirana në drejtim të qytetit të Durrësit. Çfarë ishin të rinj me njëri tjetrin, familjar, miq? Nuk e kam të informacion. E kuptoj. Përplasja shpejtësia ka qenë aq e fortë, aq e lartë në fakt, dhe përplasja ka qenë aq e fortë sa nuk ka mjaftuar barrierat sadopak për ta frenuar, le të themi, por janë çare dhe makina ka përfunduar 15 metra poshtë, më the? Po, 15 metra poshtë, ka qenë një shpejtësi 120 deri në 130 km/h, është e pamundur ta menaxhosh automjetin me atë shpejtësi në një kthes sado e letë tjetë një farë mënyre, por me gjithë që pa mundur për ta kontroluar automjetin me atë shpejtësi. E thamë edhe pak më parë është një shpejtësi që nuk ka rrugë Shqipëri që mund të ecësh me atë shpejtësi. Dhe në këto momente edhe pamje që ne po i rishojmë edhe një herë angazhimin e zjarfikësve për të bërë të mundur në ato momente edhe nxjerrjen e 2 trupave të 18 vjeçares të pajet fatkeqësisht, por edhe të 26 vjeçarit i cili vijon të jetë në gjendje kritike për jetën, duket që ka një angazhim maksimal, numri i forcave zjarfikësve të policisë, po ashtu edhe të qytetarëve shtetit i lartë. Angazhimi ka qenë vërtet i lartë. Në një moment kemi parë edhe nxjerrjen e 26 vjeçarit i cili është transportuar për në spital. Urojmë shumë që ta fitoj këtë betejë. Ky është vendi ku ka dalë automjeti nga ura. Pikërisht. Ndërkohë që ai është vendi ku është përplasur në fund, shohim edhe dëmet që janë shkaktuar në një strukturë poshtë urës. Për fat mirë, le të themi Fabiola, nga ky aksident është çasti që në momentet që ka ndodhur aksidenti, poshtë urës së Dalanit është një tjetër rrugë që lidh zonën e plazhit me qytetin e Durrësit, është një rrugë e cila në atë orar për fat mirë nuk ka patur automjetet që qarkullon, është një rrugë që ka një fluks të jashtëzakonshëm automjetesh sepse lidh zonën e plazhit me zonën e Durrësit, por në momentet që ka ndodhur aksidenti se mund të çerën automjeti i cili ka bërë aksidentin mund të çerën sipër ndonjë makine tjetër dhe mund të kishim edhe viktima të tjera. Duke e bërë edhe më tragjike këtë ngjarje. Mirë, Leonida, unë të falenderoj shumë për këtë raportim, për pamjen që ke mundur sigurosh dhe që i transmetuam dhe për të gjithë shpjegimin se si ka ndodhur ky aksident tragjik. Mirë, do të kalojmë në të tjera zhvillime.